ka qenë i lirë, demokratik. Prandaj po, do të reflektojmë të gjithë, përfshi dhe sidomos dhe mua. Zotëria Xhiku, Shqipëria prej kallzo.com. I mbjetuat vot besimit, megjithatë pom që rezultati ka qenë shumë i ngushtë, deshta me morni qëndrim për juve, që keni po këtë rezultat, për shkak që ka qenë i ngushtë, a konsideroni që megjithatë një pjesë e antarësisë, një pjesë e delegatëve ka deshur ju shkarku edhe ju ndoshta do të më pas edhe një çështje tash pak më të ndryshme duke po që ka qenë kaq afër rezultati. Tani rezultati është reflektim i antarësisë, rrjedhimisht është edhe pasqyrim për mua. Pra do duhet sillem komfort jo vetëm rezultati, se s'ka rëndësi rezultati, se po donim do ta bënim dhe 90%. Por ka qenë i lirë, demokratik, pa angazhim të kryetarit të partisë për të mbledhur ose jo mbështetje. Por rezultati është vlerë reale, pse kështu kemi vendosur ta shohim siç është, dhe në këtë vlerë reale besoj se duhet të jemi të përgjithshëm përballë vullnetit të antarësisë, siç duhet të jemi gjithë përgjithshëm përballë vendimit të shumicës. Demokracia ka dy shtylla bazike. E para është mendimin e lirë, e dyta është vendimin e shumicës. Pa të dyjat nuk ka demokraci. Prandaj po, natyrisht se duhet të reflektojmë gjithë. Besoj që reflektimi nuk kupton ta dëgjojmë më tepër popullin e Kosovës. Problemet LDK nuk i ka këtu brenda sallës sonë, e pat. I kaluam shtator, debatuam, folëm, hapur, patëm mendime të kundërta, në fund votuam dhe në mënyrë të tërësishme aprovuam 2 deklarata politike. Kjo është LDK, pra problemi nuk e kemi brenda. Ne tani duhet të angazhohemi se si këtë parti e projektojmë jashtë kësaj salle dhe antarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj po, do të reflektojmë të gjithë, përfshi dhe sidomos dhe mua. Fundja mund të jem një politikan i ri, mësoj, me dhonë, të pagavueshëm si jemi. Edhe nuk pretendoj që kam qenë i tillë, pretendoj që kam provuar të shtroj një rrugë me një vizion që besoj është i drejtë, me një parti që ka vlerat jashtëzakonshme, ekip të jashtëzakonshëm, njerëz të mirë, shqyroni kjo është produkti e një partie vërtet të matur. Edhe kjo parti e matur është vlerë kombëtare, jo vetëm vlerë partijake për ne që jemi këtu. Prandaj duhet t'i afrojmë të gjithë. Dhe kjo thirrje është e imja. E janë të gjithë, kemi nevojë për ju, jo vetëm për ju që jeni në sallë, keni mendime të kundërta. E janë sidomos ju të tjerë që nuk jeni në këtë sallë. Ata që e kanë lëshuar LDK-n dikur, që kanë ndarë vlera me këtë LDK-n. Nuk na mjafton neve vetëm kjo sallë këtu, që bashkërisht ka sjellur 126.000 vota. Janë dhe paq vota që si kemi në këtë sallë fare hiç, cilat duhet i mbërrijmë me ndryshim të plotë të çështjes së secilit prej nesh. Pra po, do ndryshojmë dhe brenda dhe do të reflektojmë dhe jashtë.